Falenderojmë Allahun e Madhërisëm për gjitha mirësitë e Tija, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke bashkëjetuar në muajin e begat Ramazan me mirësitë e këtij muaji, shumë falënderues për Allahun xhelel xhelaluhu që na ka mundsuar që të jetojmë këtë muaj, të shijojmë begatit, nimetet, dhuntit e këtij muaji, të përjetojmë ato, të shfrytëzojmë momentet, çdo çështje, çdo moment, çdo mundësi, çdo hapësirë që na afrohet këtë muaj, sepse pagesat e Allahu, shpërblimi te Allahu është shumë ekskluziv, është shumë i veçantë. Sa është i veçantë, Allahu e ka marrë sekret. Për krejt punë tjera na ka tregu si shpërblehen, ndërsa për agjerimin dhe punët e mira që bëhen brenda muajit Ramazanit, Allahu xhelel xhelalu këtë e ka mshef për veten e tij që të na befason ditën e shpërblimeve. A ditë kur njerëzit pra nuk kanë me çka të mbrohen, nuk kanë me çka dalin para Allahut, ndërsa robët e Allahut që kanë sakrifikuar, a ditë Allahu xhelel xhelalu i qetëson, i përgëzon, i shpërblen e kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër, jemi duke trajtuar në ligjëratat tona para hutbes, zakonisht në Ramazan, pra i trajtojmë çështjet që kanë bëjnë edhe me agjerimin, me Ramazanin, por edhe me shtyllat e tjera. Kështu që si zakon shumë, flasim edhe për zakatin. Prandaj do të flasim edhe sot për shtyllën e tretë nga 5 shtyllat e Islamit, por para se të flas çfarë sa na premton koha sot, sa për të njoftuar të ndershëm vëllezër, ndoshta dikush mundet me kuptuar që zakati jepet vetëm në Ramazan, ose zakati është borxh në Ramazan. Jo të ndershëm vëllezër. Zakati është obligim mbrana 12 muajve, kur ty të obligohet. Po pse na flasim për zakatin pikërisht në Ramazan, kjo pastaj është temë tjetër. Flasim për zakatin muajin Ramazan për shkak të shpërblimit që është. Jo për shkak se vetëm në Ramazan jepet zakati. Zakati vëllezër jepet në radhë parë në muajt hënor, që është Ramazani, para Ramazanit të Shabani, mas Ramazanit të Shevali, vjen Dhulkade, Dhulhijhe, për në muajt fetar, kështu me quajt më thjesht, ose në muajt hënor nxirret zakati. Nuk nxirret zakati në janar, shkort, mars, prill, maj, jo. Se hana lëviz, apo obligimet fetare, ja ku kujtu këto disa herë, po vetëm sa për të njoftuar. Pra, 3 shtyllat e Islamit kryhen me lëvizjen e hanës. Ajo është Ramazani, pra agjerojmë në me hanë, pa agjerojmë në mars, çdo mars agjerojmë. Jo, agjerojmë me hanë. Haxhi, a kryhet me hanë, apo kryhet gjithmonë për shembull në korrik? Jo, s'kryhet në korrik gjithmonë, herë në korrik, herë në gusht, herë në janar, pse? Qysh lëviz hana. Edhe zakati. Zakati jepet me lëvizjen e hanës. Jo, domethënë në muajin për shembull, çdo vit e japon në muajin shkort, muajin janar. Jo. Por që të 3 shtylla, po besoj që leto mi mojt men, edhe po besoj që i dini, po veç pja përkujtoj. Pra kryhen me lëvizjen e hanës. Vetëm namazi kryhet me lëvizjen e diellit, kurse shahadeti me dyjat. Shahadeti domosdoshmë nuk ka kohë. Nuk është i limituar me kohën, se 5 shtylla, po shahadeti i pari s'ka kohë shahadeti. Kur do që ta thush, alhamdulillah. Kurse namazi kryhet me lëvizjen e diellit. Këto 3 me lëvizjen e hanës. Pra, këtë sqarim me bana, sepse dikush mundet me kuptu që na çdo vjet po flasim në Ramazan për zakatin, e zakati ku ka obligim veç në Ramazan. Jo. Pra ti dush me kqyr hesabin tënë, qysh ti i ki hyrat. Pra, do të flasim ndoshta sot në javë, ma konkretisht me i specifiku qysh nxirret zakati, nuk e kam sot temë këtë pikë, por vetëm në hyri po e theksoj. Për shembull, ti ke mbush një vit nga pasuria që ke, që këtë vit parafërsisht kuota është dikun 12.000 euro. Shumë. Dëmo pa nër 12.000 euro s'ka zakat. Se ka lëviz ari
me lëvizin ardh, vitin e kaluar e kujtohet sa u kon? Dikon 7.000 u kon. Dhe më thonë, i bjen 5.000 euro, është më shumë këtë vit, kuota. Kuota që është? Ai që ka më pak se 12.000 euro, s'ka zekat. Që i kanë fjet një vit, si ka përdor ato. Kjo është sa i përket pareve që të rrinë. Pra ipën, kur të mushet një vit. E na pecikmi në Ramazan që edhe mohat men më let, po dhe sevapjo më i madh. Ai që nuk ka dhonë asnjëherë zekat, pra fillon pe Ramazanit, se e mon men tani din që kur dia Ramazanit tjetër të më dhonë zekatin. Ndërsa një person tjetër, aja ka nis më vonë, për shembull, hala si ka bë 12 muaj në Ramazan, i bën për shembull mas 1 muaj, mas 2 muaj në kohën e haxhit, që atëherë e zekatin ai. Pra, këtë e pata vetëm hyrje me cik, me qëllim që të mos keq interpretohemi. Andaj të ndershëm vëllezër, themi se mënyrë të përgjithshme sa i përket shtyllës së tretë, e cila është bërë obligim në vitin e dytë të hijretit. Zekati ka qenë pjesë e gjithë pejgamberëve. Mirë po në Islam që i bie, pra në mesazhin profetik, është bërë obligim në vitin e dytë të hijretit mas Ramazanit. Se dhe Ramazani është bërë obligim vitin e dytë të hijretit. Pra vitin e dytë që u shpërngul pejgamberi sa në Medinë, u bë obligim farz Ramazani. Mas Ramazanit është bë obligim, pra masi që është obligu agjerimi mujt Ramazanit, është obligu dhënia e zekatit. Nga kjo themi që feja islame është fej universale, edhe është multidimensionale, sepse i përmbush të gjitha kërkesat dhe nevojat e individit, familjes dhe shoqërisë. Pra, Islami me të gjitha normat që ka ardhur mi përmbush të gjitha nevojat dhe kërkesat që kanë njerëzit. Thonë me mirë, këto rregulla, shtylla, obligime, detyrime që Zoti i ka bën që në fakt të bën zgjidhje shoqërisë, të bën zgjidhje njerëzve, kategorive të ndryshme të shoqërisë, duke qenë se njerëzit nuk janë të një niveli nga aspekti ekonomik, nuk janë të gjithë të njëjtë. Prandaj, duhet me kuptu çdo kush. Ai që ka kapital, se qoftë biznesor, qoftë kapital thamë që i vjel prej tyrave, që thamë kuota për këtë vit është 12.000 euro. E ma tepër, kush ka e 2.500. Numër i vogël është që e kanë obligim vëllezër zekatin. Numër i vogël në shoqërinë tonë, sa mund me pas njerëz që i kanë fjet, një vjet si ka përdor, tralljen. Trall, edhe nëse ka biznes. Se dikush ka biznes, ka qarkullim, mirë po atë biznesin që e ka qarkullimin, a investon tjera ka. Kështu që kur bëhet një vjet si ka me të kurgjan, s'ka zekat. Pra, numër i vogël është i njerëzve që kanë zekat, por duhet me kuptu që ai që ka obligim zekatin, qatë shumën së dhe e vogël që është, a është hak i fukaras. E ma thjesht i bjen, jetu e hongër ti prani, pse ki pare, ki mall, jetu e hongër mallin e fukaras. Për atë arsye pra vëllezër, çështja e zekatit është shumë serioze, qysh do t'i cekmi edhe fakt të argumentet. Pra, Islami, feja Zotit Xhelel Xhelalu, siç ka ardhur me rregullu aspektin shpirtëror, ka ardhur me rregullu aspektin social, përmes martesës, shkollimit, rregullimit të raporteve e shumë tjera, ka ardhur me rregullu edhe aspektin ekonomik. Pra, e ka rregullu në mënyrën më perfekte, saqë sot do thotë shtetet zhvilluara i interferohen Islamit në zgjidhjen e çështjeve ekonomike. Prandaj dhe zekati është në mesin e këtyre ligjeve që Allahu Xhelel Xhelalu i ka paraqur për zgjidhjen e problemit të shoqërisë. Shumëta janë citatet që Allahu Xhelel Xhelalu na flet në Kur'an, veç mas për zekatin. Shumëta janë citatet, mbi 70 citate Allahu Xhelel Xhelalu ka përmend në Kur'an bën thirrje për dhonën e zekatit. Ndërsa paralelisht me namazin, dikun rreth 27 citate, Allahu ku përmend namazin, përmend edhe zekatin. Wa aqimus salate wa atuz zakat. Faleni namazin dhe epni zekatin. Dhe kemi folë edhe në vite të kaluara, po ja vlen me i përsërit, se këtu ka urtësi që Zoti Xhelel Xhelalu paralelisht i ka përmend këto dyja. Për shembull, nuk e gjejmë të kundërtën. Nuk e gjejmë namazin bashkë me haxhin.
Nuk e gjejmë namazin bashkë me agjerimin, nuk e gjejmë agjerimin bashkë me zekatin, nuk e gjejmë agjerimin ose haxhin bashkë me zekatin. E pse bashkë namazi edhe zekati bashkë në shumë citate? Ka urtësi thënë dietar. Prej urtësive është se thonë nga mësimit që mund të nxjerr, sepse namazi vëllezër rregullon ekskluzivisht aspektin shpirtëror, ndërsa zekati rregullon aspektin ekonomik. Ky është një mësim. Mësimi tjetër që shumë i rëndësishëm, dobia tjetër është urtësia se pa e rregullu aspektin shpirtëror, nuk mundesh me rregullu ato ekonomik. Që i bjen? Pa e rregullu raportin me Zotin, është problem edhe në zekati. Pse? Se kapitali është i dhimbshëm te njerëzit. Kapitali është i dhimbshëm. Llogaritni 2.5%. Shumë e vogël, megjithatë bonakin llok si harxhon me mija, kur të vjen për shembull, mi dhon 10.250 euro, e bën të madhe. Jo, shumë. Kur të këshirsh ai kafe, mrana javës që ato i harxhon. Pra, e pse që të kuam behoni ta shkuam problemi? Problemi është te aspekti shpirtëror. Çito është pa arsye që thonë dietar pse u përmend namazi bashkë me zekatin. Se pa e rregullu çështjen shpirtërore, është problem edhe në zekati. Andaj të ndershëm vëllezër, ka urtësi në këto citate që Allah përmend kësaj. Por ndryshe të shumta citate tham veç që Allah bën thirrje për dhënien e zekatit, pra zekati nuk është fakultativ, nuk ka çef, nuk ka sadaka. Sadakaja është lëmoshe përgjithshme, 50 cent, 1 euro, 1000 euro, sot dushje. Zekati është normë që ipet sa ki pasuni. Edhe llojin e pasurisë pastaj. Dikush ka drithra, ipet zekati. Dikush ka kafsh, ipet zekati. Dikush ka mall tregtar, ipet parë, valutë. Dikush ka ari, ipet ose në ari, në argjend, ose në vlerën e tyre. Pra zekati është i përcaktuar sa do të më kon kuota dhe sa ipet. Sepse për thjeshtoj këta se kemë rast, mund ka arë para 2 vjetë një person, 1 euro thë du me dhonë zekat. Gjemat, ka një e këmë folën e më kujtojët, sukur sot që po flasë, mas gjemat, sa je marrë me pagu zekat. Sa ki zekat? 1 euro thë këmë zekat. Dëmanë je me kuptu që se ka kuptu që ka këmë folën e. Zekat s'ka 1 euro, zekat vëllezër. Zekat s'ka 1 euro, se s'lidhet e me kur gjën. Pra, po i kam 100 euro, po s'ki zekat. Po i kam 1000 euro, nuk ki zekat. 10.000 hoxhi kam, po s'ki zekat. 12.000 dush mi pas, e ma shumë për me pas zekat. A e kim kjartë? Që kjartë? Sadak ti sot dushje, për 10 cent e pi, për që ata shpërblesh. 1 euro e pi shpërblesh. Pra kjo dallimi mes tyre. Allahu xhela xhelalu u thot në Kur'an surën At-Tawbe, citate 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Merre prej tyne sadakën, e ka përmend Allahu ka njerë zakatin në emën sadakës. Merre nga ta, po nga kush nga ta? Nga të pasurit e shoqërisë. Për çka o Zot këto? Për çka me marr? Tutahhirhum, mi pastru, mi ja pastru mbrendit e tyne, mi ja pastru kanë. Çka mbrendin e tyne? Ta mashallah, kooperacion. Pasunia vëllezër e bën njerin kooperac. Din me lidh. E Allah bët pasuria, dhënia pasurisë, zakatit, ju pastron brendin. O të zekihim bja edhe u ashton mallin. Allahu e ka garantu vëllezër. Kjo garancë e Allahut, jo e hoxhës, jo e filonit, jo e pasunikit. Allahu këtë garancë e ka pru për mbi 7 qiej. Ai që jep zakatin, pastrohet. E pastron mallin e tij, nga e që sështë e tina, ani pse ti je lodh për ta, po, veç Allah me ti pas marë sytë, hitë se kishe qatë pasuni. Me ta pas marë Allah njën në dora, 2 durta, se kishe qatë pasuni. Pra Allah ta ka dhonë, pastro pasunin tane me ta, pastro ndërgjegjen tane, dhe shtuhet malli, shtuhet kapitali. Këtu e në disa mësimi. Pastaj Allah xhelaluhu thot në surën Rum, citatën 39, wa ma atejtu min riben lierbu fi amwali nasi fela yerbu inda Allah. Kapitalin që ju po e epni për kamat, mushtu të njerëz, nuk ka mushtu të Allahu. Qështë Allah? O ma atejtu min zekatin të riduna veç Allah. Ndërsa, zekatin që e jepni
Për hir të Zotit, fa ulaike humul mud'ifun. Këtyne kam ju shumë fishu kapitali. Ligji i Zotit, porosia e Zotit, mallin që pe jepni me shtu, pra me kamat, e jep një apo do mi marr dy, Allahu po të këtë e Zotit nuk shtohet. Por kamatën tani dini kanë ardhur ajetet shumëta që për gjunat mëdhaja, kurse Allahu po thot, zakatin që e jepni fukarave, ajo ka me shumë fishu pasoninë. Përveç që e mësu më herët që edhe e pastron edhe shton. Pastaj shumë ta kanë ardhur fjalë ose hadithet pejgamberit alayhiselam lidhur me këtë çështje, ku pejgamberi alayhiselam në mesin e haditheve që i cek kur i ka thënë si misionar Muadh ibn Jebelin shokun e tij, edhe Abu Musa al-Ash'ari në Yemen i ka dërguar si hoxhallar, si misionar, pas porosive tjera ve ka dhënë edhe këto. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, ti je të shkuat në një popull që i thart librit, janë krishterë. Pra, ja ka mësuar çka do të më vepru me ta, e pastaj kur ka ardhur puna e zakatit, ju ka thonë, nëse ata i plotësojnë kushtet, pra pasi që të bëhen musliman, edhe ti kanë rënë të mirë ekonomikisht, atëherë ti jesh i kujdesshëm, pra e merr sasien e caktuar nga të pasurit e tyre, ja u kthen të varfërve të tyre. Pra vëllezër, zakati mirët pi popullit kthehet në popull. Mirët pi një shtresës nal ekonomike, i kthehet shtresës tult ekonomike. Të varfërve. Që i bie se Islami ka për qëllim këtu çka? Jo barazin, se nuk mund mu barazu tash i varfëri me zakat me të pasurin. Por, mi plotësu nevojat e jetës. Edhe i varfëri ka nevojë me jetu. Krejt që ta që e shumë i shoqëri, mos me zgjat dorën, mos me dal me lyp, e shumë të tjera. Pastaj ka folur pejgamberi alayhiselam hadithin e njohur, ku thot bunjel islamu ala khamsin, Islami qëndron mbi 5 shtylla. Dhe i ka numëruar mesin e 5 shtyllave, e ka numëruar zakatin. Pra i bie vëllezër, jemi të folë për një shtyllë. Mos kujdesi për te, pra tani flasim pak më vonë që është për gjunaheve të mëdha. Sepse tash po flas pak për rrezikun e mosdhënies. Shumë ka argumente që flasin për te. Citatin 34 në surën At-Taube është citati më i drejtë për drejt. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata që e deponojnë, e ruajnë, e magazinojnë, nuk e japin zakatin e arit edhe të argjendit, për gëzoj po thot Allahu me një dënim të dhimbshëm. Pra këtu fjala me ari dhe argjend hyn çdo valutë që është, sepse valutat në fakt janë ose në ari ose në argjend. Pra këtu hyn ari drejt për drejt, ai që ka ari ose argjend ose monedha, pare, valuta që i përdormi ne. Ose kapital, të gjitha këtu hynë. Allahu thot ata që kanë me pak fjalë me kuptu mesazhin kuranor, ata që e arrin kuotën 12.000 euro sipër dhe nuk e japin zakatin, Allahu po thot përgëzoj me një dënim të dhimbshëm. Ndërsa sa i përket vlerave të ndershëm vëllezër, për shkak kohës së ngushtë po munduna me i numëru disa prej vlerave të nxjerrjes së zakatit, qoftë në mënyrë individuale, qoftë familjare, qoftë ato shoqërore. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, nxjerrja e zakatit tregon për vlerësinë, pozitën e mirë të robit të Zotit i Madhërisht. Pra ai që jep zakatin, domethënë tregon për pozitën e mirë të tina tek Allahu i Madhërisht, sepse nxjerrja e zakatit përveç që është borxh, obligim, është edhe falënderim ndaj Zotit, që ti o Zot mua ke dhënë këtë kapital 1 milion euro e unë po bëhna tahmaqar, kooperac me fukaran, mos më udhën në hakun e tyne. Kështu po shpreh në mënyrë figurative të thjeshtë. Allahu ta ka dhënë shëndetin, ta ka dhënë këtë kapital, ta ka dhënë deri këtu edhe me kontestu, a me dhënë a mos me dhënë. Pra, nxjerrja e zakatit tregon për vlerësinë e robit. Po ashtu të ndershëm vëllezër, e cekëm më herët që zakati e shton mallin. Allahu e ka garantuar, mos u tut për këtë. Domethënë dhënia e zakatit e shton kapitalin, e ruan madje mallin. Ka argumente drejt për drejta që e ruan mallin. S'ki nevojë me paguti, kërkon me ta ruan mallin tën. E pe zakatin edhe të mbrohet kapitali. Pastaj dhënia e zakatit qysh edhe ceka e pastron robin besimtar prej shpirtligësisë, tahmaqarllakut, kooperacisë, sepse
në fakt njeriu mundet me u lidh me kapitalin e tij. Edhe mundet me arsyetu, çysh e kanë arsyetu ata që i ka përmend Zoti në Kur'an. Karuni ka qenë në kohën e Musës alayhisalam, ka përmend Allahu në Kur'an disa ajete ka zbrit, ka qenë shumë pasunik i madh. Po ai s'ka lindi pasur, është baja pasuri. Dhe kur i është kërku dhënia dvafërve nga pasuria e tij, ka thonë këto me njerëz se kum bë. Unë jem lodh për këto. Allah nesit ja ka bë helaç, ja ka shkatruar këtë mallin. Pse? Sepse ja ka atribu vetvetes atë mirë që Allah ja ka dhënë. Pra, nëse Allah ne ka dhënë një të mirë vëllazër, këtë mirë duhet më atribu Allahut. Se mos me ta pas dhënë Allah mendjen në radhë parë. Shkurt, a keni një kushtin një çmendur ish bë milioner. Ai çmendur ish bë milioner. S'ka kështu. Ta ka dhënë mendjen, ta ka dhënë shëndetin, ta ka dhënë pastaj dijen, pastaj ka kompletuar në qenjen tonë. A nuk meriton Allahu falënderim për këto, gjithsesi prodhoni e zakatit e ka edhe këtë karakter. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që nxjerrja e zakatit pra është edhe një ndihmës e madhe e shoqërisë, që i bie se balanson vlerat e shoqërisë. Në një shoqëri ku nxjerret zakati nga të pasurit, patjetër që shoqëria ngritet niveli i shoqërisë. Kemi një shoqëri aksionare, kemi një shoqëri me vlera. Pra, përveç që zbutet varfëria përmes dhënies së zakatit dhe për këto ka studime vëllezër, sikur të pasurit botërisht po flasim na, jo vetëm në vendin tonë, ta nxjerrshin zakatin, thon dietarët nuk kish me pas nevojë ose nuk do të kishte të varfër që të paktën vujin për mbijetesë, për shtëpi ose për ushqim. Po dhënia e zakatit o vëllezër, gjithsesi që stopon edhe shumë fenomene dhe dukuri negative. Në mesin e tyre, vjedhjen, hajnin, pra e largon. Po ashtu zbutet papunësia. Po ashtu është solidariteti, është afërsia. Dhënia e zakatit, pra përveç që është obligim, i parafron edhe raportet. Siç ka shku një person te pejgamberi alayhis mi ka thonë i dërguari i Allahut, unë kam një tafër që ka nevojë. A më dhon atij në zakatin? Ka thonë po, sepse kjo është dhënie edhe forcim i raporteve. Është dhënie edhe për ta shpërblesh, është edhe forcim i raporteve. Po i forcon raportet, lidhjet farefisnore, miqësore, shoqërore kështu me radhë. Por krejt që to realizohen të ndershëm vëllezër përmes dhënies së zakatit. Gjithsesi, shumë çka kam për të thonë, po ju përkujtojmë një hadith të Buhariut radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam se thotë kështu. Çdo ditë thot zbresin dy engjëj, dy melaçe dhe lutën. O Zot, shtoja mallin atij që po jep. Çdo ditë thot pejgamberi sa. Çdo ditë zbresin dy melaçe, engjëj dhe lutën. Njëri prej tyre thot: O Zot, shtoja mallin atij që po jep. Tjetri lutet: O Zot, paksoja mallin atij që nuk po jep. E tash metet për neve mu definu ka po dojmë na mja majt. Pra, hadithi është shumë i sakt, premtimi është shumë i sakt, se Allahu xhelel e ka garantu këtë që ti shtohet atij që jep, e ti paksohet atij që nuk jep. Ndër tjera është ndershëm vëllezër, patjetër që duhet me thonë se kam edhe obligim edhe si hoxh, po edhe në cilësi të një qytetari që institucionet tona fetare më meritor të ndihmohen përmes edhe sadakas, po edhe zakatit në mënyrë të veçantë, sepse nuk ka fonde shtetërore për medresën, për medreset madje, të meshkujt femrave me paralelit që janë Prishtinë, Gjilan, Prizren, pra kemi nevojë, ka nevojë institucione të mirëmbajt, prandaj pra të bëhemi prej tyre që të jemi zakat dhënës edhe kryjm obligimin e Allahut, por shkon vendin e duhur, sepse pastaj ata lutën për secilin prej neve. Allahu na mundsoj që ta kryjm edhe këtë shtyllë prej shtyllave të Islamit. Allahu ju shpërblet për durimin, sabrin, walhamdulillahi rabbil alamin.